Riga, nëse kishe me përshkru vetën me 3 fjallë, si kishe me përshkru? Përveç e shumë e kujdesshme, se gjatë krejt kohës e përmendë edhe motrën dhe tregove që ke një raport shumë të mirë me të, kështu që një përshkrim po të epi unë, shumë e kujdesshme. E talentuar në piano. E talentuar dhe për edhe shumë e bukur. Mirë shumë. Çka të bën krenar për veten, Riga? Për shembull, për çka je krenare për veten? Unë jam krenare që e kam motrën, mamin dhe krejt. Veç për qatë që jam krenare, se veç qatë që duna më kom krenare. Dhe që mami jam, për qysh me thonë, se që kam ushqim dhe që kam një shtëpi, se veç qatë që jam krenare, qatë që duna më kom krenare. Wow, çfarë përgjigje e mirë. Pra je krenare për familjen edhe je krenare që ke ushqim, ke një shtëpi, pra ke kushte të mira për të jetu, edhe nuk të mungon kur gjë. Kjo është shumë e rëndësishme. Si kish me qenë një ditë perfekte për Rigën? Çka kishe bo prej mëngjesi deri mbrëmje që me thonë, e kam kalu një ditë tepër të mirë sot, edhe me kom perfekte çaja ditë? Unë e krejt ditët perfekte kam me motrën, që është të kam e përmen ma shumë motrën, me mamin teme, edhe me motrën teme, me krejt se kur familjen teme ngusht, me dal jashtë dhe me pine kafe të shkurt, veç unë me motrën teme, me autizm, dhe motra me fol pakës, dhe mande me shku në shpe, me qirë film, me motrën teme dhe me flajt mirë. Pra një ditë e jotja perfekte është mi bo krejt këto aktivitete, prej mëngjese deri në mbrëmje. Mirë shumë. Riga, kishe pas qef me pas ndonjë superfuqi për shembull, cila kish me qenë ajo superfuqi, nëse veç edhe për 24 orë kishe mujt me pas? Me nalë kohën. Pse kishe nalë kohën? Sepse unë gjithë mendoj nëse nalë kohën, nëse dikuna është të ndodhë diqa keq, më dësh me janë dru. E nalë kohën para se me ndodhë diqka e keqja? Mirë, shumë. E nëse kishe mujt me shpik diqka, qka kishe pas qef me shpik? Për shembull me shpik diqka, ndonjë mjet ose diqka? Po, me bo helaqe shumë për se kur e di që s'ekziston, ama me ekzistuar shkon tepër mirë për autizma, nevojat veçanta që mundet me janë ndihmu me hek dhe për kancer e tjera. Këto kishe dash me i shpik, pra. Nëse e kishe bo një film ose një libër për Rigën, qysh e kishe qujt? E kisha qujt Ana dhe Riga në botën e vetë. Ana dhe Riga? Në botën e vetë. Në botën e vetë. Mirë shumë, interesant shumë. Pra kish me qenë një histori, një libër që tregon për historinë e juj, për jetën, për përditshmërinë, një rrëfim për ju. Ama e shkon shumë e interesant. Mirë shumë. Po besoj ke edhe shoqëri, edhe shok, edhe shoqe, edhe në klas, edhe në kursin e pianos. Çka mendon që e bën një shok ose një shoqe të mirë, për shembull? Se kur nëse e bën një shoqe ose një shok shumë të mirë, se kur nëse të qef vet, vjen të edhe rën me ty, edhe nëse shaf që motra jote për e dënë, nuk reagon shumë keq me motrën tone, po e respekton dhe rën me ata. Po. Pra këto për ty e bën një shoqe të mirë. Nëse i ka këto për ty është shoqe e mirë, mirë shumë. Për shembull, ne ndonjëherë jemi të lumtur, ndonjëherë mërzitemi, ndonjëherë nuk jena shumë qef, jemi nervoz ose diçka tillë. Si reagon në këto situata ti? Kur dikush mërzitet, kur dikush është e lumtur, kur dikush është nervoz? Kur dikush është nervoz, apo në klasë? Po, përgjithësinë, shoqërinë tënde. Kur dikush Çka kishe bo për shembull për ata? Kur dikush është nervoz, unë
Unë respektoj se e di që diqa kanë bu keq, ose dikush e ka nervëzu, e veç që nuk e bëj ma nervëz, veç që ri larg. Po nëse dikush është mërzitën, hapet t'ju ri larg, se e di që nëse ju afrohet ma shumë, mundet ma shumë e kajt, edhe ja qes naj kafe ose naj iced tea, naj sen qështë që nëse është fëmijës e madhe, nuk dihet. Edhe mandej veqëria të edhe e përqap edhe thëm, është naj sen keq. Mirë shumë. Krejt në fund, po e zëm që i ke 5 minuta para gjithë fëmijëve të botës që janë moshatoj tu. Cili kish me qenë mesazhi për ta? Çka kishe me i thonë fëmijëve tashtë? Unë ja kisha thonë që unë ja kisha thonë që duhet me më kujdes ma shumë për krejt dhe më një ma shlirë me folë se veç në jeti. Kena mundë me qatë jetë me shpenzu shumë më kujdes dhe me respektu botën tonde dhe më konë shumë e gëzume.